E pozicionuar në zemër të zonës muzeale, hotel, bar, restorant Kodra mbetet ndalesa kryesore e mira vizitorëve që vijnë në qytetin e Gurt. Pamja që të ofrohet nga balkoni i Kodrës është spektakolar, nga aty shikojnë Gjirokastrën në 360 gradë. Aktiviteti në shërbim të turistëve, hoteli e ka nisur 25 vite më parë në një periudhë të vështirë, ku vetë Gjirokastra dhe vendi ynë nuk ishin gati për t'ju shërbyer kërkesave të atyre që donin të shijonin Shqipërinë. Duke parë numrin gjithmonë në rritje, hoteli rriti ofertën dhe shërbimet, ndërsa sot janë shtuar ambientet akomoduese. Hotel Bar Restorant Kodra është ndër të vetmit ambiente ku çdo fundjavë organizohen mbrëmje me muzik live dhe ku pjesëmarrja është e lartë, jo vetëm tek ata të huaj që gjenden në qytet këtë periudhë, por edhe tek vendasit që zgjedhin të shijojnë një fundjavë ndryshe. Menaxheri i këtij kompleksi që prej çeljes së hotelit e deri më sot, Jani Konini, tregon për CNA-n fillimet si dhe kënaqësinë që merr nga vizitorët. Hoteli ka rreth 25 vjet, është bërë rreth viteve 2000. Edhe aktiviteti i tij ka ardhur duke u rritur. Janë interesuar shumë të di pronarët që janë, që biznesi i tyre të vazhdoj të rritet. Miq ka 13 dhoma. Tani flasim në zotërinë kanë edhe një hotel tjetër që është Praga, që ka 10 dhoma dhe hotel Praga dhe ndërtojnë edhe një në Lefkada të Greqisë. Ka ardhur duke u rritur se përpjekjet kanë qenë maksimale nga pronarët. Janë munduar që aktiviteti i tyre gjithmonë të vinë në rritje. Edhe turistat kanë ndihmuar. Në këtë periudhë që flasim është pak i zinjtë. Edhe këtu duhet ndihmojnë të gjithë aktorët që janë që bashkia, qeveria të bëjë aktivitetin në Gjirokastër që neve për shembull e kemi zgjidhur të premte dhe të shtunën kemi muzik live. Edhe na mblidhen njerëzit. Do me thënë vinë edhe nga rrethet edhe Gjirokastër të argëtohen. Analitemi se njerëzit stres e kanë, lodhje kanë, të paktën një fundjavë e gjejnë veten mirë këtu tek ne. Hoteli ka rreth 25 vite që është hapur dhe aktiviteti i tij ka ardhur duke u rritur. Fillimisht ka pasur 13 dhoma dhe tashmë ka një tjetër hotel në Greqi dhe një të tretë në proces ndërtimi. Aktiviteti ka ardhur në rritje pasi edhe turistët kanë ndihmuar shumë gjatë sezonit. Të gjithë që kanë qëndruar në hotel kanë ikur të kënaqur nga mikpritja, gatimet e shërbimi. Në përgjithësi, të gjithë që kanë ardhur këtu kanë ikur të kënaqur. Gatimet këtu janë tradicionale dhe i pëlqejnë shumë gatimet tradicionale të hotelit tonë, të restorantit tonë. Për të huajt shërbet ajo tradicionalja që është, që ka birek me djath, birek me spinaq, lakror pule, qifqi edhe sarma. Është një pjatë e bollshme për 4 veta. Supat që kemi shumë të mira, supë pasha qofte që thonë këtu në Gjirokastër, supë pule dhe supë me zarxavat e barishte. Largohen me përshtypjet më të mira. Të paktën se unë 90% i shërbej vetë. Këtu specifike që gjenë shërbimin një, edhe mikpritjen, edhe përcjelljen tonë. Mundohemi me çdo mënyrë që neve të mirëpresim, dalim te dera e mirëpresim edhe i përcjellim kurriket. Edhe nuk vinë vetëm për këto, vinë edhe për gatimet, shumë të mira. Përveç mikpritjes dhe kushteve të rehatshme e gatimit tradicional, Bar Restorant Hotel Kodra shërben si vend ideal nga ku mund të shijosh pamjen e Gjirokastrës. Pamja është e mrekullueshme këtu, nga të gjitha anët, kudo që të vesh edhe lart te pjesa e sipërme që është pjesa e barit, duket komplet Gjirokastra nga të radhë. Edhe pjesa që është këtu te restoranti, ka shumë kërkesa për tavolinat që janë me pamje nga Gjirokastra, nga tet meshatori. Dhomat e hotelit janë një ndërthurje e 2 elementeve bazë që personifikojnë Gjirokastrën, gurit në mure dhe drurit në mobilje. Në hollet e tij ka histori, traditë dhe kulturë, duke i njohur të gjithë vizitorët me qytetin e Gurt.